Bllokimi i kuvendit dhe ikja nga solla plenore e kuvendit nuk kanë as nder e as përkushtim. Thirrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian nuk është shqetësuese, përkundazi është ndihmuese. Mos harroni sot 2 javë, pra me 6 gusht, ne si deputat Kuvendit të Kosovës kemi dhënë një betim. Dhe më lejoni shumë shkurtimisht disa prej pikave kryesore betimit të them dhe pastaj të analizoj se cilat janë shkeljet e betimit të deputetit. Betohem se me nder e përkushtim do të kryej detyrën time dhe do të përfaqësoj me dinjitet popullin. Do të punoj në interes të Kosovës, do të angazhohem në mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë. Dhe sheni ju lutem, bllokimi i kuvendit dhe ikja nga solla plenore e kuvendit nuk kanë as nder e as përkushtim. Kështu sikurse po bojnë, nuk po e kryejnë detyrën e tyre, për cilën janë betuar si deputet. Populli voton deputetët për t'i përfaqësuar, dhe këta nuk po e përfaqësojnë popullin duke ikur nga solla e kuvendit. E heq më heq përfaqësim me dinjitet. Ndërsa angazhimi për mbrojtjen e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë realisht është angazhim i kundërt. Pra ka angazhim për shkelje të kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë të Kosovës. Kështu, lejoni të përsëris 4 shkeljet themelore betimit të deputetit që po bën lëvizja vetëvendosje. 1. Nderja e përkushtimi. 2. Kryerja e detyrës së deputetit. 3. Përfaqësimi i popullit me dinjitet. Dhe 4. Angazhimi për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë. Në fakt, thirrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian nuk është shqetësuese, përkundazi është ndihmuese apo vetëdijsuese do duhet jetë për partinë që e ka bllokuar Kuvendin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Është keqësisht e qartë se racionaliteti politik do të nënkuptonte konstruim kuvendit, themelim qeverisë e pastaj zhvillime tjera për presidentin, por se është e dukshme që njerëz që shkelin betimin e deputetit nuk kanë racionalitet, pra nuk janë politikan racional.